Se ndoshta se varet nga frekuentimi, që armiku më i madh i muzikës është Edi Rama, e thash dhe në panelin e javës së kaluar. Prit sekond, po duroj më sekond sa ai nëpërmjet sajt po shkon. Po lërë më një sekond sa e zgjedh vetë debatin unë. Se di asu si isha dakord me atë që tha ti, po tani ma le ta shpjegoj unë sipas mënyrës time. Jo, ti zgjedh vetë se si analizon. Po pra. Po se për çfarë flasim me zgjedh unë? Po tjetër pra, për këtë po flasim pra, po folim për muzikën për lekët. Ramën si muzikant po flasim? Ore, anëzori sert Ramën tani për muzikën. Po Ramën si muzikant. Po mbajmë sertin ta, ti thu, e nxjerri sert, po mos fol për sertin tim. Tani o të flas për atë që ke publiku, sa po nxori Rama tha muzika është e rëndësishme, tani të flas për muzikën. Muzika flet ekonominë. Po pra. Po është për ekonominë ajo, s'është për muzikën. Po prit më pra, po edhe lekët ekonomisë janë ndërsa. Domethënë ti je i gatshëm të flasësh për Ramën si muzikant, për Ramën si piktor. Për Ramën si Bel Hall, vetëm për Ramën si ai duhet të shëndroj. Po, ma le të jep. Pse paragjykon? Ti se di çfarë do them. Ti paragjykon pa ditë çfarë do thënë. Nëse ka qenë armiku më i madh i muzikës dhe ekonomisë është Rama, se Rama te di tani këtë të Këshillit Bashkiak të Marrës që pa të mbo, shteti e ka në orën 12 muzikën, Këshilli Bashkiak i Marrës e boni në orën 8 vet. Pra, Këshilli Bashkiak bëri një ligj që të luftonte ligjin që ka shteti. Ajo që ankohen bare sot ose edhe turistët në gjithë Shqipërinë, prandaj kjo është spekulative kur thonë që Rama është miku më i mirë ekonomisë dhe muzikës, është komplet e kundërta. Por të flasim për koncertin, flasim për artistë, me për masat që ka ai zotëria që ishte dje, përpos dritijeve që ka ndodhur vitet e fundit, që i ka bërë dëm vetes ti ndoshta si personazh, po edhe mundësisë për të shprehur sipas gjykimit vet për çështjet caktuara, i ka bërë dëm ekonomisë tij sepse të gjithë kontratat, po unë nuk do flas s'ka marrë për të folur për Kanye Westin, unë besoj se pjesëmarrja tje në koncert është përgjigja e duhur se çfarë duan një pjesë të shqiptarëve dhe çfarë duan pjesa tjetër. Unë besoj se pjesa më e madhe që ishte dje në koncert, po. Ti më the mua që kishte shumë të huaj. Po pra kishte. Po dhe ata kanë votuar Ramën. Edhe ti the që kishte shumë të huaj. Ata kanë votuar Ramën? Jo. Absolutisht. Se ajo tregon çfarë duan shqiptarët. Çfarë duan shqiptarët apo çfarë duan? A the ishin 40.000 low cost. Pa tani mos i ndani se ju tani bëni një analizë që nuk as ishit koncert, as e dini se si janë. Tani ta bëjmë gjithsecili sipas këndvështrimit. Ti patjetër, më unë jam dakord me atë që thotë. Që aty ishte tuaj. Se që ne flet anglisht. I se që ne voton Rama, nuk e di unë çfarë flet. Aty kisha gazetarin vetë tuaj pafund. Po pra, po ju thatë që pjesa më e madhe shqiptarëve janë në shesh. Kurse këta që janë në koncert, këta janë aty që është i dhënë i bilet xhaba. Pra kjo lloj fyrje mendoj unë për ata që marrin pjesë ndoshta edhe në koncert dhe në shesh, besoj unë se kishte edhe nga ata. Ti mendon që do e blinin biletën, ëh? Po jo ka dhe që kanë ble biletën me njerëz ndershëm këtë vend që kanë pasion, një këngëtar dhe kjo s'o thot asnjë gjë tani dhe nuk i bashkohet Ramës fare ai me të gjithë se po e bëjnë që këta mëkatar ku shkojnë koncert. Jo, s'po thot njëri. Po ja pra këtë po. Jo ata. Ani po mundoj ta ngrej debatin mbi këtë. Pra që ka një ndarje janë koncertet se nuk ka argument për pjesën tjetër që për çfarë? A duhen harxhu këto lekë sipas vullnetit të njeriu? A është e mirë që këto të jepen për një koncert privat? Kush organizon këtë koncert privat? Si ka mundësi që njeriu që vodhi me skorpionsat, si kryetar bashkie dhe shkojnë komision hetimor parlamentar për këtë punë, ka bërë një ditë burg për atë? Në mënyrë, një pas se unë këta kam shpjeguar, po që se do shkosh me prokurorë dhe me gjyqtarët bëj debat tjetër. Po pra, po si ndodhi? Tash ti unë flas me